Edicioni i 15 i ekspozitës ndërkombëtare Apollo Art Koloni 25 bëri bashkë koloninë e piktorëve nga e gjithë Europa e Mëngjer në ambientet e parkut arkeologjik të Apollonisë. Kuratori Sajmir Ahmeti tha se Apollonia gjithmonë është një dashuri e veçantë dhe ne jemi këtu sepse arti është në shtëpinë e vet, teksta ka theksuar se në një javë qëndrimi mbi 20 artistë ndan jo vetëm eksperiencat e tyre profesionale, por edhe personale, duke dëshmuar edhe një herë se arti krijon ura komunikimi. Art Koloni është pjesë e një projekti më të madh që ka të bëjë me networkun e rezidencave të artit në Shqipëri. Hapi i parë ishte në Tiranë me rezidencën ndërkombëtare mesdhetare. Ndalesa e dytë është në Fier me Apollo Art Koloni, është edicioni 15 i saj dhe pjesa e tretë do jetë në Pogradec shtator. Apollonia gjithmonë është një dashuri e veçantë. Jemi këtu sepse arti këtu gjendet në shtëpinë e vet. Arti këtu është bërë mbi 12 vjet përpara dhe kur kthehet këtu do të është në ambientin më komod ti për tu shprehur. Janë mbi 20 artistë, kryesisht piktor, po edhe skulptor, fotograf, qeramist, të cilët në një javë krijuan artin e tyre, po edhe bashkëpunuan dhe ndan eksperiencat e tyre jo vetëm profesionale, po edhe personale. Arti është ajo që po themi ura e bashkëpunimit që mbase domethënë fushat tjera të shoqërisë dështojnë, ku mund të jetë ekonomia, politika, ndërkohë që arti i krijon urat. Piktoria Jola Kitovska nga Polonia u shpreh se është hera e dytë që bëhet pjesë e një aktiviteti të tillë dhe në këtë ekspozitë ka marrë pjesë me një punim ku shfaqet imazhi një balerine duke përcjellë mesazhin se si janë lëvizjet e kërcimit, ashtu janë edhe lëvizjet e jetës. Ndërkohë për drejtoreshën e parkut arkeologjik të Apollonisë, Ornela Durmishaj, veprat e 20 artistëve të huaj janë promovimi më i mirë i Apollonisë dhe përçojnë imazhin që parqet arkeologjike janë vende të kulturës që jo vetëm mbrojnë trashëgiminë kulturore, por edhe risjellin atë nëpërmjet artit dhe kulturës moderne. Ky aktivitet Art Koloni në fakt është një aktivitet i përvitshëm që zhvillohet në Parkun Arkeologjik të Apollonisë, është një bashkëpunim shumë i rëndësishëm ndërmjet parkut dhe shoqatës antik, por edhe një financim shumë i rëndësishëm nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Meki në vetvete në fakt ka financuar çdo vit aktivitetet që kanë në kuadër pikërisht artin dhe kulturën, por këtë vit ato kanë qenë më të shumta. Dhe pikërisht ne fillojmë këtë sezon turistik me këtë event i cili sjell jo vetëm artistë nga Ballkani, nga Shqipëria, por edhe nga e gjithë Europa. Apollo Art Koloni u mbështet nga Ministria e Kulturës dhe Inovacionit dhe për disa nga piktorët u shpërndan edhe certifikata mirënjohjeje për punën e tyre.